Mbi 114.000 është numri i qytetarëve të cilët do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e 11 majit. Lisar Dervishi është njëri prej tyre. Ai është në vitin e tretë në gjimnazin Qemal Stava dhe këto zgjedhje i ka për herë të parë. Lisar, do të votosh në këto zgjedhje? Po, unë do të votoj për herë të parë. E ke vendosur për cilën parti apo koalicion do të votosh? Po, e kam vendosur. Si e ke vendosur? Duke parë bindjet politike me të cilën ka familja ime, për shkak se unë e kam për herë të parë. Ti votun do ta orientosh sipas qëndrimeve politike që ka mami ose babi, por vetë politikën e ndjek? Kam filluar ta ndjek nga pak. Si e ndjek politikën? E shikoj në televizor përmjet lajmeve. Çfarë kupton ti nga politika? Më kape matë me këtë pyetjen. Thjesht di që kur të bëj zgjedhjen time dhe vota ime do të ketë shumë vlerë në zgjedhjen e politikës së re që do të vihet në vendin tonë, edhe që e ardhmja e vendit do të jetë, le të themi, më e mirë. Cila është e ardhmja jote? Çfarë ke zgjedhur ti? Unë kam patur mundësi që të shkoj me studime jashtë, por kam zgjedhur të studioj këtu në Shqipëri, për shkak se kam parë shumë, le të themi, mundësi këtu. Çfarë i thua sot i 18 vjeçarëve bashkëmoshatarëve të tu? Unë i them që gjithë secili duhet votoj sepse vota gjithë secilit ja vlen. Por vetë politikës çfarë i kërkon? Që ta bëj këtë vend më të mirë.